Presidenti i Këshillit Evropian, Antonio Costa, me rastin e 9 maj, ditës së Evropës, u dërgoi mesazh qytetarëve të Maqedonisë së Veriut. Ai porositi se ardhmja e Maqedonisë është në Bashkimin Evropian dhe se në këtë drejtim po bëhen përpjekje të mëdha që ky vizion të bëhet realitet. Në fjalimin e tij drejtuar qytetarëve të Maqedonisë së Veriut, Costa bëri thirrje që vendi të bëjë hapjen e radhës përpara, duke aluduar në zbatimin e ndryshimeve kushtetuese. Dear citizens of North Macedonia, I'm addressing you today. Qytetarë të nderuar të Maqedonisë së Veriut, sot ju drejtohem si antar të ardhshëm të Bashkimit Evropian. Në ditën e Evropës, ne festojmë projektin ton të përbashkët evropian, momentin kur vendet themeluese zgjodhën unitetin në vend të ndarjes dhe bashkëpunimin në vend të konfliktit. Vendosën të ndërtojnë një të ardhme të bazuar në paqe, liri dhe prosperitet mbi hirin e luftës së dytë botërore. Vendi juaj është kandidat për antarësim në Bashkimin Evropian tashmë shumë vite. Është koha të bëhet hapi i radhës përpara, së bashku do të ndërtojmë një të ardhme të përbashkët evropiane. Delegacioni i BE-s në vend në parkun e qytetit në Shkup ishte një koqir i ngjarjes qendrore me rastin e ditës së Evropës. Euroambasadori Mikhail Srokas gjithashtu ju referua mesazhit të presidentit të Këshillit Evropian Antonio Costa, duke quajtur vendin antare e ardhshme e Bashkimit Evropian. Citizens of North Macedonia and refer in... Mendoj se ky mesazh është me rëndësi të madhe, sepse është mesazh solidariteti, mbështetjeje dhe vendosmërie për të kapërcyer pengesën e fundit për të nisur procesin e antarësimit në Bashkimin Evropian. Ministri për çështje evropiane Begim Sali theksoi se integrimi evropian mbetet prioritet strategjik i qeverisë dhe se Dita e Evropës është simbol i unitetit, solidaritetit dhe perspektivës së përbashkët evropiane. Vendin ton, natyrisht duke pas parasysh se integrimi evropian kërkon shumë angazhim nga gjitha institucionet, ne angazhohemi si politik, si qeveri, që konsolidimi shoqëror dhe institucional të jetë më i gjerë dhe kjo do të rezulton padyshim me integrimin e plot të vendit ton në Unionin Evropian, ashtu siç thekoi edhe ambasadori Rokas, se puna jon po dëshmon se seriozitetin të cilin e ka qeveria për integrimin ton në Bashkimin Evropian. Integrimi në Bashkimin Evropian nuk është vetëm politik, nuk kupton mirëqenie, nuk kupton zhvillim, nuk kupton mundësi tashme, por edhe solidaritet me shtetet e Bashkimit Evropian. Kryetari i Shkupit Orce Gjorgjevski tha se kjo ditë sjell një mesazh të fortë se Evropa është ndërtuar mbi pajtim dhe vizion të përbashkët. Programi për Ditën e Evropës 2026 organizua nën sloganin Evropa jon, më të fortë së bashku nga delegacioni i BE-s, rjeti Europe House dhe ambasadat e vendeve anëtare. Dita e Evropës është festë zyrtare në BE dhe shënohet çdo vit me aktivitete dhe ngjarje në vendet anëtare.